protestë përmbledh pakënaqësitë e gjithë shqiptarëve në lidhje me qeverisjen aktuale. Edhe ne si një pjesë e mirë e shoqërisë jemi të pakënaqur, jemi të pakënaqur me aksesin, jemi të pakënaqur me mundësitë për punësim, jemi të pakënaqur me shërbimet. Kështu që kjo është një arsye për të bashkuar protestën se për të kërkuar më shumë barazi dhe vëmendje edhe për ne që duhemi që si jemi gjëkundi në agendat e në prioritetet e qeverisjes. Ne përfaqësojmë edhe bindje të ndryshme edhe qasje të ndryshme, po që ajo që na bashkon është pakënaqësia me sistemin dhe me atë mënyrë qeverisje që është ndërtuar në këto vite. Personi që po flet është përdorus i Shkopit Bardh. Unë e di se çfarë heq në rrugët e Shqipërisë. Për shkak të mungesës së çdo lloji sinjalistike për personat e verbër, përdorues të Shkopit Bardh. Trajtim financiar dinjitoz. Pagesat janë të mjerueshme. Janë të tilla që as buka thatë nuk është e garantuar për personat masi kufizuar. Dhe ndërkohë që pagesat janë ato që janë, dyert e tregut të punës mbeten të mbyllura. Pra ky shtet duhet të bëjë njërin ose tjetrën, ose të paguaj në mënyrë dinjitoze personat të cilëve u mbyll u përplas ballit derën e tregut të punës, ose duhet të gjej mundësi punësimi dhe pastaj ne do të pranojmë edhe kaq pagesa sa kemi. Në kam personal çfarë më ka nxjerrur në këtë protestë është fakti që unë u detyrova të largohem nga Shqipëria për një arsye shëndetësore të djalit tim dhe jam pra dhe një emigrante. Sot supozoj që përfaqësoj edhe ata që u larguan të detyruar për të larguar. Ndërsa në kamp të sipërmarrjes time civile dhe të asaj që kam bërë për Shqipërinë, jam vërtet shumë e lodhur. Ne kemi çelur qendrën tonë të shërbimeve dhe japim shërbime për fëmijë me aftësi të kufizuara që prej ditës kur erdhi në pushtet kjo qeveri, neve sot mbas 13 vitesh jemi në rrezik për ta mbyllur shërbimin dhe për të lënë shumë familje pa shërbim. Nëse këto shërbime do ishin të mira dhe cilësore në shtet, s'është e nevojshme ndoshta të ekzistojmë as ne për çështje shërbimesh. Kjo është një revolt që për t'ju bashkuar popullit dhe për të thënë që jemi dhe neve bashkë me ta për një jetë me dinjitet për personat me aftësi të kufizuara.